Kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka sulmuar ashpër kryeministrin në detyrë Albin Kurti, duke i quajtur atë si një nga fatkeqësitë më të mëdha që i ka ndodhur Kosovës në periudhën e fundit politike. Në një deklaratë për emisionin Politico në kanalin 10, Haradinaj shprehu shqetësime të mëdha për mënyrën si po qeveriset vendi dhe ndikimet që sipas tij po e udhëheqin Albin Kurtin. Unë thellë besoj se Kurti është e keqja e Kosovës, është fatkeqësia e Kosovës, ky njeri është dëmi më i madh që i ka ndodhur vendit tonë, u shpreh Haradinaj. Ai vazhdoi duke akuzuar Kurtin se po ndjek një agjendë të huaj, e që sipas tij është në lidhje me interesat e Rusisë dhe Serbisë, e shohën në përpikmëri në zbatim të agjendës ruse dhe serbe në Kosovë. Sa herë që lypet mundem me argumentu, theksoi ai, pa specifikuar në këtë rast ndonjë shembull konkret që do të vërtetonte pretendimet e tij. Këto deklarata të forta vijnë në një kohë të ndjeshme për skenën politike në vend, me sfida të vazhdueshme në proceset e vendimarrjes, përplasjet ndërpartijake dhe mosmarrëveshjet rreth institucioneve të reja që duhen formuar pas zgjedhjeve të fundit. Një ndër çështjet që ka shkaktuar më shumë tension së fundmi është procesi i zgjedhjes së kryetarit të kuvendit. Propozimi i lëvizjes vetëvendosje për Albulena Haxhiun si kandidate për kryetare kuvendi është përballur me rezistencë dhe mungesë mbështetje nga subjektet e tjera politike, përfshirë edhe nga AAK-ja. Haradinaj konfirmoi që partia që ai udhëheq nuk e ka mbështetur kandidaturën e Haxhiut dhe se votat e tij dhe deputetëve të AAK-s kanë qenë qartësisht kundër. Ai tha se rezultati tashmë veç se shihet, duke i bërë thirrje vetëvendosjes që të rishikojë qasjen e saj dhe të kërkojë një kandidat tjetër që mund të ketë mbështetje më të gjerë në kuvend. Nuk mundesh me ja marrë votën me zor askujt. E vetëvendosje besoj e ka zgjidhje në dorë, duke e parë se një kandidat nuk po ja sjell votat e duhura. E ka zgjidhjen sepse ata janë mbi 48 deputet. Ta zgjedhin një tjetër kandidat, u shpreh Haradinaj. Ai gjithashtu kritikoi vetëvendosjen për mungesë fleksibiliteti politik dhe për një qasje që sipas tij është përjashtuese dhe jo bashkëpunuese. Haradinaj shtoi se për të qenë funksionale, demokracia në Kosovë kërkon që të ketë më shumë dialog ndërmjet partive dhe më pak arrogancë në vendimarrje. Ky vend nuk mund të ecë përpara me arrogancë politike dhe me përjashtim të tjerëve. Ka ardhur koha që të reflektohet dhe të punohet për një unitet më të madh politik, sidomos kur kemi përballë sfida të mëdha si dialogu me Serbinë, zhvillimi ekonomik dhe integrimi euroatlantik, theksoi Haradinaj. Në pyetje nëse AAK do të merrte pjesë në ndonjë qeveri të ardhshme që mund të formohet nga një riformatim i skenës politike, Haradinaj nuk dha një përgjigje të prerë, por la të kuptohet se çdo gjë do të varet nga programi dhe qëllimet e asaj qeverie. Ne jemi të gatshëm të kontribuojmë për Kosovën, por jo duke u bërë pjesë e politikave që e kthejnë vendin prapa. Duhet një orientim i qartë pro-perëndimor dhe një qeverisje që i shërben qytetarëve, jo interesave të ngushta partijake apo të huaja, përfundoi ai. Deklarata e Haradinajt pritet të nxjisë reagime të mëdha në spektrin politik dhe publik, sidomos për shkak të akuzave të drejtpërdrejta për lidhje me agjenda ruse që janë të rralla dhe të rënda në diskursin politik në Kosovë. Vetëvendosje ende nuk ka reaguar zyrtarisht ndaj këtyre akuzave, por mbetet të shihet në ditët në vijim nëse kjo do të pasohet me përgjigje të ashpra ose me përpjekje për qetësim të situatës.